për shumë vjet gëzuar të kremten e Theofanis, ose siç njihet ndryshe në gjuhën popullore uji i bekuar, dita e ujit të bekuar, e cila është e kremtja, një ndër të kremtet më të mëdha pas Pashkës dhe Krishtlindjes, është vetë pagëzimi i Zotit ton Isu Krisht, i cili u pagëzua prej Joanit në lumin Jordan. Në të kremten e sotme, Zoti na jep një shembull të gjithëve që unë i pari që jam Perëndi, do të pagëzohem dhe ju pas me do të vini të ndiqni atë që bëra edhe unë. Perëndia ishte i pamëkatshëm, i gjithë pushtetshëm dhe i gjithë lavdishëm, por edhe pse ishte të gjitha këto që tham, ai dënjoi të pagëzohet që të japi shembullin tek ne njerëzit. Ai u pagëzua që të vazhdojmë edhe ne të pagëzojmë brezat në vazhdim. Dhe kjo ishte një ndër porositë kryesore që i la nxënësve të tij, shkoni pra dhe predikoni gjithë botën dhe i pagëzoni ata në emër të Atit, të Birit edhe Shpirtit të Shenjtë. Dita e sotme, e cila është dita e ndriçimit, dita e shinjtërimit, ju ndriçoft të gjithëve, ju bekoft dhe ju shinjtëroft ju dhe familjet tuaja. Për shumë vjet gëzuar.